Nga 4 specialistë të rinj sa u kërkuan në konkursin e fundit të Qendrës Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gjakov, vetëm një vend u plotësua. Mirë po ushtruesi i detyrës së këtij institucioni shëndetësor, Shpejtim Skivjani, thotë se në bashkëpunim me SHSKUK-n jemi duke t'i kaluar mirë këtë situatë. Ne kemi hapur konkursin për 4 mjek, do me thonë interno, neurologji, biokimi edhe ORL. Për konkursit të cilin ka qenë i hapur, vetëm në ORL e kemi pranuar një doktor të ri, që do të thotë 3 kemi mungesë të mjekëve. Mirë po, me ndihmën e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar, po na mundsojnë që të bashkëpunojmë me spitale tjera. Mirë po edhe pse kohë pushimesh, drejtori Skivjani thotë se Mandelbardhet vazhdimisht ofrojnë shërbime të vizitave sistematike, madje së fundmi kanë lidhur edhe disa kontrata të reja, edhe pse gjatë sezonit veror rëndom numri është më i ulët. Sa i përket vizitave sistematike, situata është shumë e mirë, si gjithmonë jemi duke vepru, duke punu me vizita sistematike. Kemi nënshkruar disa marrëveshje të reja. Në këtë periudhë verore është numri ka ra për shkak të pushimeve vjetore, kuptohet në sezon gjithnjë ka ndodhur kjo punë, mirë po është duke ecë puna fort mirë. Pavarësisht sfidave, puna në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gjakov vazhdon me përkushtim, duke siguruar shërbim cilësor për pacientët.